Istanbul sot. Keri për momentin 1-2 ditë, 3 ditë e kena testu në Prizren, edhe ka hec, ka pas kurva probleme. Dili, kështu që fa dili. Sytë në i qiti për jashta. Kështu që sot vendosëm mëngjes mu nis, pra navigacioni po thot 11 orë gati deri në Istanbul, në Kadıköy. Pra më nejtëm vonë, nejtëm me gafin dark Prishtinë, mandej me Adnanin deri ka 1 natë që adin në për qytet, kafe, filan, qaj. Deri shkum me ranë gjumë, u bëdë 1:30, 2, në 4:30 mëngjesin a qo. Kështu që jena flomit, rëskapit. Pra, për momentin jena qëtu para se mi për autoban për Shkup, kena vendos me marrë një rrutë që thënë ata ka Greqia, jo ka Bulgaria, po shkena pak ka Greqia, ka Bregdeti knena. Është pak ma mirë, pak ma bukur, edhe me pa pak deti, edhe me mujt pak munor me pushu. Ndoshta më shtie thojt pak deti, nuk e di heqë. Amo dillin na myti, këshyrën edhe njerë. Perfekt. Kerin që të regoj, keri e regulum na e pasrum që ata gjerë ventilin, që shë patë në videot e kalume, jena bo zhylli bret, i kemi ndru do ceva, i kena hek ato kapakat BMW-s që zdi që ka nemen të ju që shtiren, të na pëthirën drall kapëm. Ja hekam që ato kret, e pasrum a gjerë ventilin, i pasrum cevat, edhe të është virani, po punon mirë, as një dyspolezët, mashallah mirë njëherë. Pra besoj që kam e na qu Kadıköy, edhe mandej pre Kadıköyt, pre Istanbulit, në Vjenë. Problemin me shku në Vjenë, hisë din se ka kena me shku. A kena mu këtë edhe një knena ka Kosova, edhe mira ka Kroacia tripin, apo me shku ka Bulgaria, ka Ungaria, po anena po ke që kena me hup një 10 orë në për kufina. Kështu që ato kena me vendosë masit këtë pushimi, nuk e dim heq. Pra, vloga. Kështu që vendosë një me na këshyrë në këtë vlog, me na përcjell, mos me arru lajka me po, mos me na shajt, edhe suba, të regoni njerëzve që Armendi u nisë për Istanbul. Hajde pra, vazhdoni me na këshyre, shina na dikun mandej ka Shkupi, ose ka Macedonia, ose ka Greqia. Nuk dhja. Qesa inem në Shkup, në Macedonia kom fjallëm, edhe ora është 7, dhe mek një ori kena bo prej Prizrenit në Shkup, për të më dhe Macedoni, interesant. Kufini s'ke full, pra jemi tash Macedonit në rrugës për Selanik, për Greqi. Ko është perfekt, autoban i shpras, përveç mjekru kush në autoban. Mu knaq. Shtapiqa kena nis me hongër, muzik, pongojna, keri për mashallah, mirë njëherë, s'pona pa probleme. Kështu që ta këshyrim, navigacioni po thot, edhe 9 orë rrugë kena terin në Istanbul, tamam Kadıköy, edhe besoj që qështu kam e met, nëse ndoshta munal pak në për Greqi, në për Bregdet, mishtit pak kom nuj, ose gishtat e durve, ose me marë avdes që shtojnë ata, në deti, perfekt. Ula, mu pas rrugë presore. Kështu që vazhdoni me na këshyr, nëse kam e qenë vlog interesant. Ose arani edhe njerë lajka me vo, se s'po muj pa e përmend. Kështu që hajde.
Unë nalem një pauzë të vogël, jemi hala në Macedoni. Edhe disa kilometra hina vëlloget në Greqi. Kështu që unë nalem me një mal, me një bjesh, jeni të pamjen perfekte pamja. Unë nalem pak mu zgatë ose mu shtri që thënë ata. Edhe më ra diçka në sy. Qyre çfarë vendi bukur, çfarë malet e bukur, a? Qyre. Edhe për fatkeq, më ra diçka në sy, shumë merë palidhje edhin. Thash t'ju të regoj, ndoshta ka dhe u thot për Kosovës, se je nalt të shumë. Shka të është e mi të regu, si qoni parkingi. Ironia është që kontabërlog është prast. Që? S'pëdi s'ka me thonë. Male, ojri, poster. Këshu në nina malet. Po, më ratë që kënë symë, shumë penguj, shumë merë palidhe, qëri bërlok. Nëse Kosovarët ose këta Macedonisë më shojnë, në këshyrin, gjuni bërlogën, në kontë bërlogën, se kontë të bërlogën koka shprast. Nuk banë, pra të arruem botën. Ajde! Pra që shepat, unë nalëm, shumë vendet bukra, shumë kjo rrugë, edhe po më pëlqen në kur kënesim konë, për fat keq. Amo koka rruga dhe malet, bukuri shumë tepër vendi bukur. E po është një vend që njëna ka Velezha, ishi si më konë Toskana. Mos e leni pa e po Velezhën, ja se për me ish qytesi e bukur edhe vend shumë i bukur edhe malet e bukra. Unë e kismet du me loni jam me shku ekstra në Velezhë. Se ish atje si me qenë në Toskana. Pra, i në të e pa malet. Vetëm gjelbrim. Është rruga kështu për më knasë sytë. Për me të pushu sytë. Vetëm që më ra fatkeq që atin parking. Qaj bërlog. Nuk banë ashtu. Konta e bërlogit shprast. Gjinja pritën me shdy prekerit edhe i gjujnë që ashtu. Ja. Mos ka boni se nuk bon ashtu, shumë palidhje. Edhe jo vetëm këtu në Macedoni, po unë më ranë në sy edhe në Kosovë që shtu ishin në rrugt. Nese, mos pritoni mi gjujt bërlogën në kontë bërlogët ose ku është e para pame. Se vetëm për sy tu është. Nese, pelena ata inshallah mushëm i ment. Në është e mi drugu që rruga po e super. Ora është 8:30, që më nëna një pauz njëherë. Po shkon mirë, është rruga e qelë. Rruga autobani është drejt, po që më thonë autobani Kosovës është shumë e mirë. Falni në ju Shkupit ose Macedonisë nëse na ndiqni, po dhe ju e dini vetë që autobani i Macedonisë ko ka shumë e gropa, shumë i paregullum, edhe ju kishte veç putarina këto. Çdo 15 metra ka një putarin, një herë gjys 2 herë, një herë gjys 2 herë. Te me një autoban 30 km 55 putarina. Boni një vlla ku t'hish edhe kur dolish. Edhe i les bon kështu këqyre një, mujtëm të unarë kolona. Nese, edhe ajo nuk o problem jonë, për puna jonë, i shkon mirë mu bo që ashtu, vetëm një putarin me pagu edhe u kry puna. Pra, vendi po më bëlqen tepër mirë, malet tepër të bukra, tu ka ma me një kerë kabiret, me knaqë në zemrën. Pra mos e lini edhe ju Kosovarët parë kënina ka kjo rruga për Selanik, për Greqinë, se për me ko ka vërtet rrugë e bukur, vendi bukur, si me qenë Toskana. Vazhdoni me na këshyr, edhe pak më rina në Greqi, edhe shihemi pas pak në Greqi, për juve për mua dhe disa orë. Hajde.
që gati mrinëm në Greqi në kufi. Edhe mandej ta këshyrim anena kursim konë, se ku gahet kjerit. Greqi kursim konë Greqi. Për herë të parë në vërtet për shkim Greqi. Hajde ari kost. Kryja me u konë, po thot, une s'm konë kur, të shyrë, s'm ka interesu kur Greqia. Po, gjdo se në kish hera në parë. Greqia, kismet, për mu, sot, ish ka në shkru me. Edhe që një 3 kilometra hinëm kufi. Gjinja pikaj si bëdollë me mëri i pari kufi atje. Ai katastrofa e. Nice. Kështu që të regoj që na mrinëm në Greqi njëherë. Me etapa Kosovë-Greqi, mrinëm. Tash ta këshyrim prej Greqis, kështu Selenika u qysh pëthajnë. E deri në Tyrki, në Istanbul, se qysh kena përgjera se jem e ku marrë një trip anena ka Bregdeti, jo kështu ka autobani i rregull, po është anena ka Bregdeti, mu nalë pak atin me pushu. E besoj që kena më knaq. Ate pra shimi anej kufinit në Greqi kismet. Oha! Coca-Colona më zvet. Pas ka kolon. Edhe ta këshyrim se sa kena me prej që tash. Inshallah nuk presin gatë. Inshallah po në këta grekt shpejt. Se pas ka shumë turista të shku për Greqis. S'ko ka kon ideja jeme vetëmja. Kështu që ora u bo 8:50. Pra kur jena nis për Prizrenit? 5:30 më ndokët. 5:30 jena nis për Prizrenit, për qendrës Prizrenit. 5:30 jena nis. Edhe jemi nal me mush për naft. Kështu që ora 8:50 na kufi me Greqi jena. Mirë ka shku rruga. Mirë. Nërse që shtu shkon une që shpo dhëtë ora edhe 7 orë 30 minutë e midis Istanbulit Kadıköyt, besoj që ka më bon mirë. Adnonin e lash në Kosovë, hajmë prezen atje po knaqët me muzik me kësi sende. Po dirë po pin kafe. Badi havgji, nuk do është t'i marrë me mund në Tyrki, thash hajde në Tyrki, ja tha, përkrytej. Thosht që e thira marrë në kom njerin. Po është nash. Koha 28 gradë koka në Karasabam. Edhe qështu, ta këshyrim, shimi pra ane kufinit. Edhe pak edhe inëm Greqi. 10 minuta të prit, po shkon shpet për na fak. Shumë kjera, po shkon shpet. 10 minuta të prit jena, që gati hinëm një të e po. Edhe po takojme mandej ane kufinit. Ajo i shkon kufini Maqedonis, me dalë për Maqedonis 2. Që e me hinë Greqi, këtyre kolonat. Full kolona bëtëm. Aj, ma zë ma keq për mu. Unë e menova se s'ku me prit gat me hi, këtu koka kërsh, ma zi se në merdare me hi. Me miliona kera. O ndo këtë Serbia anë qëtu në kufi të prit të dalë me shkën deti. Aj, katastrofe. Aj, besoj edhe një gjysore ku me prit më ndërë. Mytë të prit, në zetë, gjek, 30 gradë, 31 gradë, ora 9:30, 31 gradë. Që? Biro bacu, që se edhe në biro bacu. Ska valla hypja aeroplani shko ma shpet na me kjell. Ja. Shnosh,
Si mora letrat me lyt me letra në kërë. Ha, ngru? Kam haru në shtëpi. Kryesore Bostan këna vli. Po më që në me Greqi sot, po? Po kur? Mira pa të ndonë edhe palit në prezent që ty dhe s'kom shtres. Mira ka e rifi. Ja, qumesh në Tërki me kja. Pa. Si mi niko ata, kur shkeshim me vlenë nuseve Dukat, se prezeni, ose Kosova s'ka Dukat, po shkena vlenë Tërki Dukat. Dhe una, qështo, jem njës në Tërki, me kja, Biro, baca. Nominëm të e bo. Katastrofe. Shka me boj? Shnosh. Shimi alina, kismet. Hajde. Hinëm në Greqi, diku gjys ore kena prit, ka shku shpet vallaj mirë. Pra ata është kena sa hinëm Greqi, kryesore, po vazhdojmë të rrugës për Istanbul. Pra vazhdoni me na këshyr në vlogin tjetër se a kena me mujt me mri prej kufinit Greqis në Istanbul ka me qenë vlogi I fundit. Pra çka po menoni, ako me pas probleme, se shumë nxehtë këtu 34 gradë, ora 9:40, 34. Tregomni se a keni ndonjë ide ku me shku në Istanbul për shembull. A ka një event kështu interesant. Edhe mos harroni me na këshyr në vlogin tjetër, dhe me prit një vlogin tjetër pa durim kështu. Pa durim. Kështu që shihemi pra në vlogin tjetër. Prej kufinit të Greqisë e në Istanbul. Pra, ciao.